Të Prizrenit, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë kryeqytet kulturore historik tonin, këtu në Prizren, më të bukurin vend. Burrat dhe gratë e Kosovës, vajzat dhe djemt, nga foshnje deri te më të moshuarit, zëri juaj, puna juaj, kërkesat tuaja, ju jeni arsyeja pse ekziston qeverisja jonë. Studentët që zgjojnë diturinë, profesorët që ndezin dijen, profesionistët e të gjitha profileve që mbajnë dhe zhvillojnë shtetin, që na mbrojnë jetën dhe rrisin ekonominë, artistët që japin Kosovës nderim dhe prestigj botror, sportistët që sakrifikojnë çdo ditë për të sjellë medale atë dheut tonë, inxhinierët që ndërtojnë urat, rrugët, energjinë e minierat, teknologjinë dhe industrinë. Dija dhe puna e tyre është themeli i shtetit që funksionon. I kemi në mendje dhe në planet tona për qeverisje të mirë. Policët në çdo patrull, hetim dhe parandalim, siguria e qytetarëve ndërtohet nga përgjegjësia dhe ndershmëria e tyre. Ushtarakët, dija dhe përgatitja e tyre janë prioritet për ne, për sigurinë e shtetit dhe të qytetarëve. Invalidët dhe veteranët e luftës, liria që sollet me armë është detyra që ne sot e përkthejmë në ligj e drejtësi, në begati e siguri në një shtet i cili i ruan dhe i mbron të gjithë. Pensionistët dhe të moshuarit, mundi dhe sakrificat e tyre janë shembulli për shoqërinë dhe standardi i dinjitetit. Ata që na kanë sjellë deri këtu janë mbështetje dhe udhërrëfim për ne. Fermerët që dimër e verë punojnë tokën duke pasuruar markën Made in Kosova. Kjo qeverisje është për ju, për të gjithë ju. Ne besojmë te forca e vullneti, mundi dhe dija juaj. Ne ju shërbejmë edhe me respekt, edhe me gëzim. E qytetarit të nderuar të pranishëm është matësi i forcës së shtetit. Në zërin e qytetarit qëndron ritmi i sigurisë. Në gjendjen e qytetarit, kur ai ndjehet i mbrojtur, vendi, ecën e çdo familje është e sigurt, sepse edhe një betejë më shumë gjithsesi e fituar për shtetin. Qytetari që nuk lëshon pe e ngre zërin. Qytetari i cili nuk mjafton të dëgjohet, por udhëzon e udhëton bashkë me tjerët. E kur mbrohet qytetari, mbrohet edhe shteti. Mbrojtja e qytetarit është baza e çdo vendimit tonë. Një punë e sigurt është shenjë e një shteti të fortë. Siguria shëndetësore është pasqyrë e përkujdesjes shtetit. Arsimi i sigurt mundson edukim vleror dhe karrierë profesionale. Siguria është më shumë se fjalë, është harmonia e jetës përditshme. Familja e mbrojtur është vendi i sigurisë të gjithëve. Kur qytetari ndihet i mbrojtur, ekonomia merr frym thellë. Me mbrojtje për herë ka perspektivë. Andaj siguria është prioritet i yni në 4 vjeçarin e ardhshëm. Por njëkohësisht kjo siguri do të jetë siguri e begatisë së shoqërisë tonë të vendit tonë. Begatia nuk është begati për disa, por për gjithë.
kur shteti pasuron shoqërinë, secili e ndjen ndryshimin. Për ata që nuk kanë, çdo vendim është mundësi. E begatia nuk matet me fjalë, por me veprime që ndjehen. Kur të gjithë ndajnë sipas mundësisë, vendi bën progres. Pasurimi i shtetit është reflektim i pasurisë së qytetarit. Begatia është dhurata për ata që luftojnë e përpiqen për çdo ditë. Kur qytetari nuk lëshon pe, begatia arrin të çdo familje. Shteti që pasuron shoqërinë, fuqizon komunitetin. Përparimi vjen kur shoqëria nuk ndahet nga ata që kanë më pak. Kur vlera ndahet drejt, begatia bëhet universale për çdo kënd dhe kudo dhe kurdo. Andaj, begatia është prioriteti tjetër së bashku me sigurinë i lëvizjes vetëvendosje dhe i partnerëve të saj për qeverisjen në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. E të dashur qytetar, siguria dhe begatia e kanë adresën me numrin 116. Çdo vot Çdo vot për këtë numër është një hap drejt sigurisë dhe begatisë gjithnjë më të madhe. 116 nuk është vetëm numër, është ritëm i forcës qytetare. Kur qytetari vendos, ndryshimi bëhet i prekshëm. Nga çdo vot varet mundësia për pasurimin e shoqërisë. Secila vot bëhet koordinat e sigurisë. Prandaj, edhe kur thrasim mos lësho pe, nuk është vetëm fjalë, por është edhe veprim. Kur qytetari nuk lëshon pe, shteti nuk ndalet. Ritmi i mos lëshimit pe është betej për siguri dhe begati. Mos lësho pe është kujdes për të nesërmën. Çdo hap para është mos lësho pe në veprim, në ecje, në përparim. Mos lësho pe Mos lësho pe është energjia e bashkësive të mjekëve, inxhinierëve, profesorëve, artistëve, sportistëve. Është motivi i policëve e ushtarakëve. Është motoja e studentëve dhe nxënësve. Çdo hap i qytetarit e ka tingullin e ndryshimit, duke mos lëshuar pe për ndryshime gjithnjë e më të mëdha për të gjithë qytetarët pa dallim.